Ish drejtori i komanduar i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Artion Saliasi dhe drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse Gëzim Sala janë marrë i pandehur pas hetimeve të prokurisë së Tiranës për punësimin e Muçi Shalianit në mënyrë të palishme. Hetimet treguan se Saliasi dhe Sala kishin dhënë urdhër që Shaliani të punësojë me kontratë të përkohshme për nevoja emergjente në shkelje të ligjit të procedurave të standardeve të AMP-s. Muçi Shaliani 40 vjeç, aplikoi për punësim në 9 shtator 2025 dhe u pranua brenda vetëm 6 ditëve, pa kaluar faza e detyrueshme, hapja e vendit vakant, konkurrimi, testimi dhe urdhri e emërimit në detyrë. Sipas dokumenteve zyrtare, Shaliani u pagua nga data 16 shtator deri në 11 nëntor 2025 pa u paraqitur asnjëherë në punë dhe pa kryer ndonjë detyrë zyrtare, ndërkohë që ditën e atentatit i është gjetur edhe një dokument i falsifikuar i AMP-s. Hetimet zbuluan se këto veprime mund të kenë krijuar një midis të rrezikshëm brenda institucionit dhe kanë mundsuar dobësimin e kontrollit mbi personat e punësuar. Gëzim Shala, i cili fillimisht ishte pezulluar nga detyra, ishte rikthyer pas rrëzimit të masës nga gjykata e apelit duke rikthyer kështu në detyrën e tij administrative, ndërsa Saliasi vazhdon të përballet me procedurat ligjore. Prokuroria po vlerëson të gjitha përgjegjësitë e tij në rekrutimin e Shalianit. Atentati mafioz i Rinasit që shkaktoi vdekjen e Shalianit dhe Gilmando Dani është tashmë nën hetimin e SPAK, pasi prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencë. Hetimet po vazhdojnë për të zbuluar nëse ka pasur shkelje të tjera ligjore për të përcaktuar rolin e çdo zyrtari të AMP-s për këtë çështje, duke përfshirë vlerësimin e procedurave të punësimit emergjent dhe ndikimin e tyre në sigurinë e institucionit. Në këtë kontekst, rasti ngre pyetje të rëndësishme mbi mënyrën e funksionimit të agjencive shtetërore dhe mbi transparencën e procedurave të punësimit, sidomos kur përfshihen individ që më pas lidhen me ngjarje kriminale të rënda. Hetimi pritet të japë më shumë qartësi pas përgjegjësive dhe mangësive ligjore që kanë mundësuar të situatë.